Para se të fillojmë këtë histori të jashtëzakonshme dashurie dhe shprese, dua t'ju pyes diçka. A besoni që dashuria e vërtet mund të mbijetojë çdo distancë, çdo kohë, çdo vështirësi? Nëse po, shkruani po në komente. Nëse jo, shkruani jo. Ndani mendimin tuaj, sepse historia që do dëgjoni sot do t'ju bëjë të mendoni thellë për fuqinë e dashurisë. Mos harroni të lini një koment me ndjenjat tuaja gjatë dhe pas kësaj historie. Tani, le të fillojmë. Dielli i fundit i vjeshtës rrezatonte butësisht mbi kodrat e gjelbra të fshatit të vogël në Kosovë. Era e lehtë e tetorit barte aromën e mollëve të pjekura dhe të barit të sapo kositur. Në këtë ambient idilik, në oborrin e gjerë të shtëpisë së familjes Krasniqi, po zhvillohej një festë e vogël por e ngrohtë. Festa e fejesës së Agimit dhe Liridonës. Agimi qëndronte pranë Liridonës, e cila kishte veshur një fustan të bardhë të thjeshtë por elegant. Flokët e saj të gjatë dhe të zeza rridhnin si val mbi shpatulla, dhe sytë e saj kafe ndriçonin me një lumturi të pastër që e mbushte të gjithë oborrin me energji pozitive. Ai e kishte kapur dorën me butësi, dhe në atë moment, e gjithë bota dukej se ishte ndalur vetëm për ta dy. A e di se çfarë ndjej tani? I përshpëriti Agimi në vesh, ndërsa të ftuarit rreth tyre bisedonin dhe qeshnin. Liridona e ktheu kokën drejt tij. Buzëqeshja e saj ishte aq e sinqertë sa që Agimit i dukej se po shikonte diellin për herë të parë. Më thuaj, iu përgjigj ajo me zë të ulët, por plot kuriozitet. Ndihem sikur jam njeriu më i lumtur në të gjithë botën, sikur çdo gjë që kam bërë në jetë më ka çuar pikërisht këtu, pranë teje në këtë moment, tha Agimi duke ja shtrënguar lehtë dorën. Liridona ndjeu lotët që i mbushën syt, por ishin lot gëzimi. Edhe unë ndihem njësoj, Agim, që prej ditës së parë që të takova, e dija se ti ishe personi me të cilin doja të ndaja jetën. Kjo histori dashurie kishte filluar vite më parë, kur të dy ishin ende adoleshent të rinj, plot ëndra dhe shpresa. Agimi ishte djali më i madh në një familje të thjeshtë fshatare. Baba i tij, Ramizi, punonte si bujk dhe riste me vlera tradicionale të punës së vështirë dhe ndershmërisë. Nëna e tij, Shqipe, ishte një grua e fortë dhe e dashur, që i kishte mësuar fëmijëve të saj rëndësinë e familjes dhe të respektit. Liridona, nga ana tjetër, ishte vajza e parë e familjes Hoxha. Baba i saj, Ismeti, ishte mësues në shkollën fillore të fshatit, ndërsa nëna e saj, Fatmire, ishte grua shtëpiake që kujdesej për 3 fëmijët e tyre me një dashuri të pafund. Liridona trashëgoi inteligjencën dhe dashurinë për librat nga baba i saj, dhe butësinë dhe forcën e brendshme nga nëna. Ata u takuan për herë të parë gjatë një feste tradicionale në fshat, kur Agimi ishte ftuar të luajë me grupin e vallëzimit popullor. Liridona ishte në mesin e grumbullit të njerëzve që po shihte performancën, dhe sytë e tyre u takuan rastësisht. Ishte një prej atyre momenteve që njerëzit i përshkruaj si dashuri në shikim të parë, një lidhje e papritur, por që dukej sikur kishte ekzistuar përgjithmonë. Pas asaj dite, Agimi gjeti çdo arsye të mundshme për të qenë në afërsitë e Liridonës. Ai do të shkonte në bibliotekën e vogël të fshatit, ku Liridona kalonte orë të tëra duke lexuar. Do të ndalonte rastësisht pranë shtëpisë së saj, kur e dinte se ajo po ujtiste lulet në kopësht. Do të pyeste miqtë e përbashkët për të, duke përpjekur të mësonte çdo detaj të vogël për jetën, shpresat dhe ëndrat e saj. Ti je shumë transparente, di? I tha Liridona një ditë, duke buzëqeshur me dredhi, ndërsa Agimi po përpiqej të shpingte një arsye tjetër për të qenë atje. Agimi u skuq në fytyrë. Çfarë do të thuash? Do të them se e di se më pëlqen, tha ajo me guxim, duke e shikuar drejt në sy. Dhe nëse do të dish të vërtetën, edhe unë më pëlqen mua. Kjo ditë shënoi fillimin e një lidhje që do të bëhej gjithnjë e më e thellë me kalimin e kohës. Ata kalonin orë të tëra duke biseduar për çdo gjë, nga ëndrat e tyre për të ardhmen deri te frikrat e tyre më të mëdha. Agimi i tregoi Liridonës se dëshironte të studionte inxhinjeri, të ndërtonte ura dhe rrugë që do të lidhnin njerëzit dhe do të bënte jetën më të lehtë. Liridona i rrëfeu se ëndëronte të bëhej mësuese si baba i saj, të ndikonte në jetën e fëmijëve dhe t'i ndihmonte ata të zbulonin potencialin e tyre. Ndonjëherë mendoj se bota është aq e madhe dhe ne jemi aq të vegjël, i tha Liridona një ditë, ndërsa ishin ulur pranë lumit të vogël që kalonte pranë fshatit. Agimi e mori dorën e saj. Liridona,
dua të premtoj diçka. Pavarësisht se çfarë ndodh në jetë, pavarësisht se ku na çon rruga, unë do të jem gjithmonë këtu për ty. Do të mbaj dorën në çdo hap të rrugës. Ajo e pa me sy që shkëlqenin. Edhe unë të premtoj të njëjtën gjë, Agim. Asgjë nuk mund të na ndaj. Vitet që pasuan ishin plot momente të lumtura. Ata rritën së bashku, mësuan së bashku, ëndërruan së bashku. Familjet e tyre, duke parë dashurinë e sinqertë mes tyre, filluan të planifikonin për të ardhmen. Ramizi dhe Shqipe biseduan me Ismetin dhe Fatmiren dhe të gjithë ranë dakord se ky ishte një bashkim i bekuar nga Zoti. Djali im nuk ka folur për asnjë vajzë tjetër. E shoh në sytë atij se Liridona është gjithçka për të. Ismeti buzëqeshi. Vajza ime është e njëjta. Ajo flet vazhdimisht për Agimin, për cilësitë e tij, për dashurinë që ai tregon. Nuk kam parë asnjëherë dy të rinj që të jenë aq të përshtatshëm me njëri tjetrin. Kështu u vendos data e fejesës dhe tani kishin këtu duke festuar fillimin e një udhëtimi të ri. Festa vazhdoi deri në mbrëmje të vonë, me muzikë tradicionale, valle dhe shija të ëmbla që e bënte këtë ditë akoma më të paharrueshme. Ndërsa nata zbriti mbi fshat dhe yjet filluan të shkëlqenin në qiell, Agimi dhe Liridona gjetën një moment vetmie në skajin e oborit. Ata u ulën në një stol druri, duke shikuar qiellin e mbushur me yje. "A e sheh atë yll atje?" pyeti Liridona, duke treguar një yll të ndritshëm në qiell. "Po," tha Agimi. "Kjo është ylli ynë. Kudo që t'jemi, kur ta shikojmë atë yll, do të dim se jemi të lidhur. Asgjë nuk mund ta ndërpres këtë lidhje," tha ajo me bindje. Agimi e puthi në ball. "Asgjë nuk do të na ndaj, Liridona, të premtoj." Por, fatkeqësisht, bota rreth tyre po ndryshonte. Tensionet politike në rajon po rriteshin çdo ditë. Lajmet në radio dhe televizion po bëheshin gjithnjë e më shqetësuese. Njerëzit po fillonin të flisnin me shqetësim për mundësinë e një konflikti, por në ato momente të lumtura të fejesës, Agimi dhe Liridona nuk donin të mendonin për asgjë negative. Ata ishin të zhytur në bashurinë e tyre, të bindur se asgjë nuk mund t'i ndante. Por, stuhia po afrohej, dhe askush në atë fshat të vogël nuk ishte i përgatitur për atë që do të vinte. Javët pas fejesës kaluan me shpejtësi, dhe Agimi dhe Liridona filluan të planifikonin dasmën e tyre. Ata biseduan për detajet e vogla, ku do t'jetonin, si do të mobilonin shtëpinë, sa fëmijë dëshironin të kishin. Çdo bisedë ishte e mbushur me shpresë dhe entuziazëm. "Dua një shtëpi me një kopsht të madh," i tha Liridona një pasdite ndërsa ecnin përmes fushave të gjelbëra pranë fshatit. "Një vend ku fëmijët tanë të mund të luajnë të lirë dhe të rriten të rrethuar nga natyra." Agimi buzëqeshi. "Dhe unë do të ndërtoj një dhomë pune ku ti mund të korrigjosh detyrat e nxënësve të tu dhe të përgatisësh mësimet." "Ti e kupton aq mirë atë që tua," tha Liridona, duke ja shtrënguar krahun. Por ndërsa ata planifikonin të ardhmen e tyre, bota rreth tyre po bëhej gjithnjë e më e turbullt. Lajmet në televizion po raportonin për incidente të dhunshme në pjesë të ndryshme të rajonit. Njerëzit po fillonin të friksoheshin. Në fshat, diskutimet mes burrave në kafene po bëheshin gjithnjë e më të nxehta. "Duhet jemi të përgatitur për çdo gjë," tha një ditë Ramizi gjatë darkës familjare. Zëri i tij ishte i serioz, dhe Agimi e pa shqetësimin në sytë e babait të tij. "Baba, çfarë po ndodh?" pyeti Agimi. Ramizi mori një frym të thellë. "Gjërat po përkeqësohen bir. Po dëgjoj histori shqetësuese nga fshatra të tjerë, njerëz që po detyrohen të largohen nga shtëpitë e tyre, familje që po përpiqen të gjejnë vende më të sigurta." Shqipe, e cila ishte ulur në heshtje, foli me një zë të dridhur. "Zoti na ruajt, a është e vërtet kja?" "Shpresoj që jo, por duhet jemi realist, duhet të mendojmë për sigurinë e familjes sonë." Agimi ndjeu një ndjenjë ankthi që i pushtoi gjoksin. Ai mendoi menjëherë për Liridonën. Çfarë do të ndodhte me të, me familjen e saj? Ai duhet të shkonte ta shihte. Atë mbrëmje Agimi shkoi në shtëpinë e Liridonës. E gjeti atë në kopsht, duke qëndruar në heshtje dhe duke shikuar horizontin. Kur e pa, ajo u përpoq të buzëqeshi, por Agimi e pa shqetësimin në sytë e saj. "Ti ke dëgjuar?" pyeti ajo në vend të përshëndetjes. "Po," tha Agimi. Dhe ajo e përqafoi. "Por mos u shqetëso, do të kaloj, gjërat do të qetësohen." Liridona e preku fytyrën e tij me dorë. "Por çfarë nëse nuk qetësohen, Agim? Çfarë nëse?" "Shh," e ndërpreu ai. "Nuk do të lejmë që frika të na kontrollojë.
Ne kemi njëri tjetrin dhe kjo është e gjitha që ka rëndësi. Por edhe ndërsa fliste këto vargje, Agimi ndjeu një ndjenjë të fortë pasigurie. Ai e dinte se bota rreth tyre po ndryshonte, por nuk donte ta pranonte realitetin e situatës. Në ditët që pasuan, situata u përkeqësua shpejt. Lajmet po raportonin për atake në fshatra të ndryshme. Njerëzit po fillonin të mblidnin sendet e tyre më të vlefshme, duke u përgatitur për mundësinë e evakuimit. Atmosfera në fshat ishte e tensionuar dhe frika ishte e prekshme në ajër. Një mëngjes, Ramizi i mblodhi familjen. Fytyra e tij ishte e rënduar nga shqetësimi. "Duhet të flasim," tha një ditë. "Kam biseduar me njerëz nga fshatra të tjerë. Situata është shumë e keqe dhe po përkeqësohet çdo ditë. Disa familje po planifikojnë të largohen, të shkojnë në vende më të sigurta jashtë vendit." Agimi ndjeu zemrën duke i rrahur fort. "Jo baba, nuk mund të largohemi. Jo tani, jo kur unë dhe Liridona, sapo jemi fejuar." Ramizi e pa djalin e tij të trishtuar. "E kuptoj bir, por siguria e familjes vjen para çdo gjëje. Nëse gjërat vazhdojnë kështu, do të jemi të detyruar të marrim vendime të vështira." Agimi doli nga shtëpia dhe vrapoi drejt shtëpisë së Liridonës. Kur arriti, e gjeti familjen e saj në një situatë të ngjashme. Ismeti po fliste seriozisht me Fatmiren dhe fëmijët e tjerë. "Agim," tha Ismeti kur e pa, "mirë që erdhe, ka gjëra që duhet të diskutojmë." Liridona u ngrit dhe shkoi pranë Agimit. Ajo e kapi dorën dhe ai ngjeu se edhe ajo po dridhej. "Çfarë po ndodh?" pyeti Agimi. Ismet u ul dhe i bëri shenjë Agimit dhe Liridonës të uleshin gjithashtu. "Ka marrë informacion se situata po bëhet shumë e rrezikshme. Disa familje kanë vendosur të emigrojnë. Unë kam kontakte me njerëz që po organizojnë udhëtime për në vende të ndryshme. Disa po shkojnë në Evropë, të tjerë në Amerikë, të tjerë në Australi." Zemra e Agimit ra. "Jo, ju nuk mund të largoheni. Ne sapo u fejuam. Ne kemi plane." Fatmire foli me zot të butë, por të qëndrueshëm. "E di Agim, por si prindër, detyra jone e parë është të mbrojmë fëmijët tanë. Nuk mund t'i lëmë në rrezik." Liridona filloi të qante. "Nëna, lutem, nuk mund të largohemi nga Agimi. Ne sapo filluam jetën tonë së bashku." Ismet e shikoi vajzën e tij me sytë plot. "E di, bia ime e dashur, por dëgjom, kjo s'ka të bëjë me atë që dëshirojmë, ka të bëjë me atë që duhet të bëjmë për të mbijetuar." Javët që pasuan ishin një ëndër e keqe e gjallë. Situata u përkeqësua dramatikisht. Të shtëna dhe shpërthime po dëgjoheshin në distancë. Disa familje në fshat tashmë kishin ikur. Njerëzit po linin shtëpitë dhe jetën e tyre pas, duke marrë vetëm atë që mund të merrnin me vete. Ramizi dhe Shipe morën vendimin e vështirë. Familja do të shkonte në Amerikë. Ata kishin një kushëri të largët që jetonte atje dhe kishte premtuar të ndihmonte me sistemimin fillestar. Kur Agimi e mori lajmin, ai ndjeu sikur bota po rrëzohej përreth tij. Ai shkoi menjëherë te Liridona. E gjeti atë ulur në dhomën e saj, duke qarë në heshtje. Kur e pa, ajo u ngrit dhe vrapoi në krahët e tij. "Ne po shkojmë në Australi," tha ajo me slotësh. "Babai im ka gjetur një mënyrë për të emigruar atje, po nisemi brenda javës." Agimi e preku fytyrën e saj me duart e tij. Jo, kjo nuk mund të ndodh. Ne duhet të jemi së bashku." "Edhe familja jote po largohet, apo jo?" pyeti Liridona, duke e ditur tashmë përgjigjen. "Po," pranoi Agimi. "Në Amerikë, por kjo nuk do të thotë se është fundi për ne. Do të gjejmë një mënyrë të qeni së bashku, të premtoj." Ata kaluan çdo moment të mundshëm së bashku në ato ditë të fundit. Çdo minutë ishte e çmuar, çdo bisedë ishte e mbushur me premtime dhe shpresa. "Kur gjërat të qetësohen, do të kthehemi," i tha Agimi. "Do të martohemi këtu, në fshatin ton, ashtu siç kishim planifikuar." Liridona e puthi. "Premtom se nuk do të më harrosh, premtom se do të presësh për mua." "Si mund të harroj?" tha Agimi, duke i fshirë lotët. "Ti je gjysma ime, asgjë dhe askush nuk mund të ndryshoj këtë." Nata para largimit të familjes së Liridonës, ata u takuan për herë të fundit në vendin e tyre të preferuar pranë lumit. Hëna ndriçonte butësisht mbi ujë dhe ylli i tyre, ylli që kishin zgjedhur si simbol të dashurisë së tyre, shkëlqente në qiell. "A e sheh?" tha Liridona, duke treguar yllin. "Kudo që të jemi, do ta shikojmë të njëjtin yll dhe do të dimë se jemi ende të lidhur." Agimi e përqafoi hort. "Do të shkruaj çdo ditë, do të gjej,
nuk ka rëndësi sa kohë do të duhet, por do të jemi përsëri së bashku. Ata kaluan çdo moment të mundshëm së bashku në ato ditë të fundit. Çdo minutë ishte e çmuar, çdo bisedë ishte ambushur me premtime dhe shpresa. Kur gjërat të qetësohen, do të kthehemi, i tha Agimi. Do të martohemi këtu, në fshatin ton, ashtu siç kishim planifikuar. Liridona e puthi. Premtom se nuk do të më harrosh, premtom se do të presësh për mua. Si mund të harroj, tha Agimi, duke i fshirë lotët. Ti je gjyshma ime, asgjë dhe askush nuk mund të ndryshoj këtë. Të dua përgjithmonë, ju përgjigj Agimi. Dita që erdhi ishte një nga më të dhimbshmet në jetën e Agimit. Ai shkoi të shikonte familjen e Liridonës duke u larguar. Liridona qëndronte në dritaren e makinës, duke i shikuar mbrapa drejt tij, duke qarë. Agimi vrapoi bas makinës për sa kohë mundi, duke bërtitur emrin e saj. Por makina u largua, duke e çuar Liridonën larg nga ai, larg nga jeta që kishim planifikuar së bashku. Agimi ra në gjunjë në rrugë, duke qarë pa pushim. Kjo ishte dita kur bota e tij u shkatrua. Pas disa ditësh, edhe familja e Agimit u largua. Udhëtimi drejt Amerikës ishte i gjatë dhe i lodhshëm. Ata fluturuan me një avion të mbushur plot me njerëz të tjerë që po iknin nga konflikti. Fëmijë të vegjël duke qarë, gra të moshuara duke lexuar lutje, burra që shikonin nga dritarja me shprehje boshe në sy. Agimi ulej pranë dritares, duke shikuar vendin e tij që po largohej poshtë. Ai mendoi për Liridonën. Ku ishte ajo tani? Ai ishte ende në Kosovë apo kishte nisur edhe ajo udhëtimin e saj? Ai e kishte adresën e vjetër të familjes së saj dhe një numër telefoni, por në kaosin që kishte mbizotëruar, komunikimi ishte pothuajse i pamundur. Kur arritën në Amerikë, familja e Agimit u vendos në një qytet të vogël në shtetin e New Yorkut. Kushëria e tyre i ndihmuan të gjenin një apartament të vogël dhe të fillonin procesin e gjatë të përshtatjes me një vend të ri, një kulturë të re, një jetë të re. Por për Agimin, asgjë nuk ishte kuptim pa Liridonën. Ditën e parë në Amerikë, ai shkroi një letër të gjatë për të, duke i treguar çdo detaj të udhëtimit, duke i siguruar se dashuria e tij nuk kishte ndryshuar. Ai e dërgoi letrën në adresën e vjetër të familjes së saj në Kosovë, duke shpresuar se dikush do ta përcillte. Por letra nuk mbërriti kurrë. Shtëpia e familjes së Liridonës në Kosovë ishte e zbrazët. Ata tashmë kishin nisur për në Australi. Liridona dhe familja e saj kishin përjetuar një udhëtim akoma më të gjatë. Ata kishin fluturuar së pari në Europë, pastaj kishin pritur për disa javë për dokumentet e duhura, dhe më pas kishin marrë një fluturim të gjatë të lodhshëm drejt Australisë. Ata u vendosën në qytetin e Melbourne-it, një vend i bukur, por shumë i largët nga gjithçka që njihnin. Liridona shkroi gjithashtu letrën e saj të parë për Agimin ditën e parë në Australi. Ajo e dërgoi në adresën e vjetër të familjes së tij në Kosovë, duke shpresuar se dikush do ta përcillte. Por si letra e Agimit, edhe letra e saj humbi në kaos. Kështu filloi një histori e trisht e letrave të humbura. Për muaj të tërë, Agimi dhe Liridona shkruan njëri tjetrit, por asnjë letër nuk arrinte kurrë në destinacion. Adresat e vjetra në Kosovë nuk ishin më të vlefshme. Askush nuk jetonte atje për t'i marrë letrat dhe për t'i përcjell. Agimi provoi çdo gjë që mund të mendonte. Ai shkroi letra në çdo person që njihte në Kosovë, duke kërkuar informacion për familjen e Liridonës. Ai kontaktoi organizata ndërkombëtare që po ndihmonin refugjat. Ai pyeti çdo person nga Kosova që takonte në Amerikë, duke shpresuar se dikush mund të dinte diçka. Por askush nuk kishte informacion. Familja e Liridonës kishte zhdukur pa gjurmë. Liridona bëri të njëjtën gjë në Australi. Ajo shkroi letra, bëri thirrje telefonike, kontaktoi çdo organizatë të mundshme, por edhe ajo nuk mundi të gjende asnjë informacion për Agimin dhe familjen e tij. Vitet fillestare ishin më të vështirat. Agimi punonte 2 punë për të ndihmuar familjen e tij. Ditën punonte në një ndërtesë dhe natën pastronte zyra. Ai kursente çdo cent që fitonte, duke menduar se një ditë do t'i nevojiteshin ato para për të kthyer në Kosovë dhe për të gjetur Liridonën. Çdo natë, para se të flinte, ai e shikonte yllin e tyre në qiell dhe i përshpëriste. Të dua, Liridona,
asnjë ditë nuk kalon pa menduar për ty. Në Australi, Liridona po kalonte të njëjtat vështirësi. Ajo e përfundoi shkollën dhe u bë mësuese, ashtu siç kishte ëndërruar. Por edhe ndërsa qëndronte përpara klasës së saj, duke mësuar fëmijë të vegjël, mendja e saj shpesh fluturonte tek agimi. A ishte mirë? A ishte i sigurt? Apo mendonte ende për të? Prindrit e saj, duke parë dhimbjen e saj, u përpoqën ta bindnin të vazhdonte me jetën. Bia ime, je ende e re, i thoshte Fatmire, nuk mund të jetosh në të kaluarën për gjithmonë. Por Liridona tundi kokën. Unë e premtova nën, i premtova agimit se do të presja, dhe do të mbaj premtimin tim. Vitet kaluan, dhe jeta në mërgjim vazhdoi. Agimi u bë një profesionist i suksesshëm. Ai studioi dhe u bë inxhinier ndërtimi, ashtu siç kishte ëndërruar kur ishte i ri. Ai ndërtoi ura dhe rrugë, por zemra e tij mbeti e thyer. Njerëzit rreth tij nuk e kuptonin. Miqtë e tij amerikan i thoshin: "Agim, je një burr i këndshëm, i suksesshëm, pse nuk fillon të dalësh me dikë?" Por ai vetëm tundi kokën. "Un kam dikë," i thoshte. "Edhe nëse nuk mund ta shoh, ajo është ende me mua." Liridona përjetoi të njëjtën gjë. Kolegët e saj në shkollë, shokët e shoqet, të gjithë e inkurajonin ta linte të kaluarën dhe të fillonte një jetë të re. Por ajo nuk mundi ta bënte. Çdo herë që mendonte për mundësinë e të dashuruarit me dikë tjetër, ajo ndjente sikur do të tradhtonte premtimin që i kishte bërë agimit atë natë përpara lumit. Një natë, Liridona shkroi në diarin e saj: "Kam kaluar 10 vjet pa e shohur agimin. 10 vjet plot pikëllim, vetmi dhe pyetje. Por në të njëjtën kohë, 10 vjet ku dashuria ime për të nuk ka zvogëluar as me një cik. Forse e di se dashuria e vërtet nuk varet nga prania fizike. Ajo ekziston në zemër, në mendje, në shpirt." Agimi shkroi diçka të ngjashme në diarin e tij të njëjtën natë. "Ndonjëherë më pyet veten se jam i çmendur. 10 vjet jam rrethyer në kërkimin e një personi që mund të mos më kujtoj më. Por pastaj kujtoj buzëqeshtjen e saj, zërin e saj, trekjen e saj, dhe e di se nuk jam i çmendur. Jam thjesht një njeri që e ka gjetur dashurinë e tij të vërtet dhe që nuk mund ta lëshoj." Me kalimin e viteve, Agimi dhe Liridona nuk pushuan kurrë së kërkuari njëri tjetrin. Teknologjia po zhvillonte shpejt, interneti u bë gjithnjë më i përhapur, rrjetet sociale filluan të shfaqeshin. Agimi ishte një nga përdoruesit e parë të Facebookut kur ajo platformë u lançua. Ai krijoi një profil dhe filloi të kërkonte Liridonën. Ai shkroi emrin e saj, shtoi detaje për fshatin ku kishin jetuar, për shkollën ku kishte shkuar. Ai dërgoi mesazhe tek çdo person me emrin Liridona Hoxha që gjeti në Facebook. Por asnjëra nga gratë që ju përgjigjen nuk ishte Liridona e tij. Disa ishin shumë të reja, të tjerat jetonin në vende që nuk kishin kuptim dhe më shumë nuk ju përgjigjen as fare. Liridona bëri të njëjtën gjë në Australi. Ajo shkroi letra, bëri thirrje telefonike, kontaktoi çdo organizatë të mundshme. Por edhe ajo nuk mundi të gjende asnjë informacion për agimin dhe familjen e tij. Frustrimi ishte i padurueshëm. Në një vot ku informacioni supozohet të ishte në majë të gishtërve, ata nuk mund të gjenin njëri tjetrin. "Si është e mundur?" i tha Liridona një ditë mikes së saj më të mirë, një vajzë australiane që e kishte dëgjuar historinë e saj plot herë. "Si është e mundur në këtë erë moderne, ku mund të gjesh dikën në anën tjetër të botës me një klik, unë nuk mund të gjej personin më të shumë që dua." Miku i saj e përqafoi. "Mos u dorëzo, Liridona. Dashuri si e jotja është e rrallë. Nëse është destinuar të bashkohen, do të gjejnë një mënyrë." Por vitet vazhduan të kalonin dhe ende nuk kishte asnjë gjurmë. Agimi ishte tani 25 vjeç, Liridona gjithashtu. Ata kishin kaluar më shumë kohë larg njëri tjetrit se sa së bashku, por dashuria e tyre nuk kishte shuar. Prindrit e tyre filluan të shqetësoheshin seriozisht. Ramizi dhe Shqite e shihnin të birin e tyre duke punuar vazhdimisht, duke jetuar një jetë të vetmuar. Ai kishte refuzuar çdo person që i kishte shprehur interes. Ai nuk kishte asnjë lidhje romantike, asnjë takim, asnjë mundësi dashurie. "Bir," i tha Shqipe një ditë, "e kuptoj dashurinë që ndjen për Liridonën, por je njeri i gjallë, nuk mund të jetosh në hijet për të gjithë jetën." Agimi e shikoi nënën e tij me syt plot dhimbje. "Nën, unë nuk jetoj në hije.
Unë jetoj me shpresë. Çdo ditë që zgjohem, shpresoj se ajo ditë do të jetë dita kur e gjej dhe nuk mund ta lëshoj atë shpresë. Në Australi, Liridona po kalonte të njëjtat biseda me prindrit e saj. Fatmire dhe Ismeti ishin të shqetëfuar për vajzën e tyre. Ajo ishte bërë një mësuese e respektuar, por jeta e saj personale ishte bosh. Ti po e hum jetën tënde, i tha Fatmire. Liridona e kuptoi çfarë ndjen, por je tashmë 30 vjeç, a nuk mendon se është koha të lëvizësh përpara? Liridona ulej në verandën e shtëpisë së tyre në Melbourne dhe shikonte detin në largësi. Nëse lëviz përpara do të thotë të harroj agimin, atëherë nuk dua të lëviz. Preferoj të qëndroj pikërisht këtu, duke e mbajtur atë në zemrën time. Vitet e 20 të jetës së tyre kaluan. Agimi dhe Liridona vazhduan jetën e tyre, duke punuar, duke kontribuar në komunitetet e tyre, duke ndihmuar të tjerët. Por në brendësi, të dy ishin ende ato dy të rinj që qëndruan pranë lumit në natën e fundit, duke premtuar dashuri të përjetshme. Agimi u bë ekspert në profesionin e tij. Ai punoi në projekte të mëdha ndërtimi në Amerikë, ndërtoi ura që lidhnin qytete, rrugë që lehtësonin jetën e njerëzve. Çdo herë që përfundonte një projekt, ai mendonte: kjo urë lidh njerëz, por unë nuk mund të gjej një urë drejt Liridonës. Liridona u bë një mësuese e dashur nga të gjithë nxënësit e saj. Ajo ndikoi në jetën e qindra fëmijëve, duke i ndihmuar ata të zbulonin potencialin e tyre. Por çdo herë që shikonte një çift të ri nxënësish duke qeshur së bashku, zemra e saj dhëmbte. Ajo kujtonte çiftin e ri që kishte qenë me Agimin, kaq të lumtur, kaq të plot, kaq të sigurt se asgjë nuk mund t'i ndante. Në moshën 35 vjeç, Agimi vendosi të bënte diçka drastike. Ai kurseu para për vite dhe vendosi të kthehej në Kosovë. Situata atje ishte stabilizuar dhe ai mendoi se ndoshta duke shkuar fizikisht atje, do të mund të gjente informacion për Liridonën. Kur mbërriti në Kosovë pas afër 25 vitesh, Agimi u përmbys nga emocionet. Vendi kishte ndryshuar shumë, ishte rindërtuar, ishte modernizuar, por kur arriti në fshatin e tij të vjetër, ai e gjeti pothuajse të panjohur. Shumë shtëpi ishin ende të shkatruara, disa ishin rindërtuar nga familje që kishin kthyer. Shtëpia e tij e vjetër ishte ende atje, por e vjetëruar dhe e braktisur. Ai shkoi në shtëpinë ku kishte jetuar Liridona, ishte rindërtuar dhe një familje e re jetonte atje. Njerëz që nuk i njihnin as Liridonën, as familjen e saj. Po kërkoni familjen Hoxha, pyeti plaku që po rinte në obor. Unë jam i ri këtu, por kam dëgjuar se ajo familje u largua gjatë luftës, askush nuk e di se ku shkuan. Agimi ndjen dëshpërimin duke e përmbysur. Ai vizitoi çdo person të vjetër që ende jetonte në fshat, duke pyetur për familjen e Liridonës, por askush nuk kishte informacion specifik. Disa thanë se kishin dëgjuar se kishin shkuar diku në Perëndim, disa të tjerë thanë se kishin dëgjuar diku jashtë Europës, por askush nuk dinte gjë konkrete. Agimi kaloi 3 muaj në Kosovë, duke udhëtuar nga një vend në tjetrin, duke vizituar organizata, duke kontrolluar arkiva. Ai shkoi në zyrat qeveritare që mbanin të dhëna për njerëzit që kishin emigruar, por shumica e të dhënave ishin të pakompleta ose të humbura. Me në fund, i lodhur dhe i dëshpëruar, Agimi u kthye në Amerikë. Ai ndjeu se kishte dështuar, kishte shpenzuar të gjitha kursimet e tij dhe kishte marrë leje nga puna, por nuk kishte arritur asgjë. Gjatë të njëjtës kohë, Liridona po kalonte diçka të ngjashme. Në Australi, edhe ajo kishte vendosur që në moshën 35 vjeç të bënte një përpjekje të fundit. Ajo kontaktoi çdo agjenci të mundshme që mund të ndihmonte në gjetjen e njerëzve të zhdukur. Ajo punësoi madje një hetues privat, i cili premtoi se do të bënte gjithçka të mundur për të gjetur Agimin. Por pas muaj shkërkimi, edhe hetuesi privat u kthye me rezultate bosh. Zonjë Hoxha, i tha ai me keqardhje, kam kërkuar në çdo databazë të mundshme, kam kontaktuar komunitete shqiptare në të gjithë Amerikën, por pa informacion më specifik, pa adresë, pa numër telefoni, pa një çelës që të identifikoj saktësisht Këllin Agim Krasniqi po kërkoni, është sikur të kërkoni një gjyllpërn në një fushë kashtash. Liridona e falenderoi dhe e pagoi, por mbeti e shkatruar. Ajo kishte shpenzuar kursime konsiderueshme, por ishte arritur të njëjtin rezultat, asgjë. Ato ditë ishin më të errta për të dyin.
Agimi filloi të pyeste veten nëse kishte qenë naiv që të kishte mbajtur shpresën për aq kohë. 35 vjeç dhe ende i vetëm, ende duke kërkuar dikë që ndoshta e kishte harruar prej kohësh. Ndoshta është koha ta lëshoj, mendoi ai një natë, ulur në dhomën e tij të vogël në New York. Por edhe ndërsa mendonte këto gjëra, ai e shikonte yllin e tyre në qiell dhe diçka në zemrën e tij nuk e lejonte ta lëshonte. Liridona kaloi të njëjtën krizë. Ajo u ul në plazhin afër shtëpisë së saj në Melbourne dhe qau për orë të tëra. Agim, pëshpëriti ajo në erën që frynte nga deti. Ku je? Pse nuk mund të të gjej? Por edhe ajo nuk mund ta lëshonte. Madje edhe në ato momente më të errta, diçka e thellë në shpirtin e saj i thoshte se dashuria e tyre ishte e vërtetë, dhe e vërteta nuk humbet kurrë përgjithmonë. Vitet vazhduan të kalonin. Agimi dhe Liridona arritën në fillim të 40 viteve të tyre. Bota rreth tyre po ndryshonte në mënyra që ata nuk mund ta imagjinonin kur ishin të rinj. Interneti kishte evoluar, rrjetet sociale ishin bërë të fuqishme dhe mënyrat e reja të lidhjes së njerëzve po shfaqeshin çdo ditë. Agimi, i cili tashmë ishte bërë mjaft i aftë me teknologjinë, filloi të eksplorojë platforma të reja. Ai u bashkua në çdo grup të mundshëm në Facebook që kishte të bënte me Kosovën, me njerëzit nga rajoni i tij, me ata që kishin emigruar gjatë luftës. Ai shkroi postime në këto grupe duke treguar historinë e tij dhe duke kërkuar ndihmë. Po kërkoi një grua që quhet Liridona Hoxha, e cila ka emigruar me familjen e saj gjatë luftës. Ata ishin nga fshati, emri i fshatit. Babai i saj quhej Ismet dhe ishte mësues. Nëna e saj quhej Fatmire. Çdo informacion do të ishte i çmuar. Postimet e tij u shpërndan në qindra njerëz, por askush nuk mund të jepte informacion specifik. Shumë njerëz i dhuruan fjalë mbështetëse. Shpresojmë ta gjesh, mos u dorëzo. Dashuri si kjo është e rrallë, por fjalë mbështetëse nuk ishin mjaft. Agimi donte rezultate konkrete. Në Australi, Liridona po bënte të njëjtën gjë. Ajo kishte filluar të përdorte Instagram, Twitter dhe çdo platformë tjetër sociale. Ajo publikoi fotografi të vjetra të fshatit të tyre, duke shpresuar se dikush do ta njihte dhe do të mund të lidhej me familjen e Agimit. Ajo shkroi edhe një blog, ku tregoi historinë e tyre të plotë. Kjo është një histori e dashurisë dhe e shpresës, shkroi ajo në postimin e parë. Kjo është historia e dy njerëzve që u ndan nga rrethanat, por që kurrë nuk e humbën besimin se do të bashkoheshin përsëri. Blogu i saj filloi të fitonte lexues. Njerëz nga e gjithë bota lexonin historinë e saj dhe u prekën thellë. Ata e ndan me miq dhe familjen e tyre. Disa tërë komentuan duke treguar historitë e tyre të ngjashme të ndarjes dhe ribashkimit. Por edhe me të gjithë këtë mbështetje, Liridona ende nuk kishte gjetur Agimin. Një ditë, një grua më e moshuar nga Kosova që jetonte në Gjermani, i shkroi Liridonës një mesazh privat në Facebook. Unë lexova blogun tënd, shkroi ajo. Historia jote më preku thellë. Unë njihja familjen Hoxha nga fshati juaj. Ju keni një motër më të vogël apo jo? Zemra e Liridonës filloi të rrahte fort. Po, kam, ju përgjigja ajo menjëherë. Dhe babai juaj ishte mësues në shkollën fillore, vazhdoi gruaja. Po, kjo është e saktë, shkroi Liridona me entuziazëm. Atëherë sigurisht që jeni ju, shkroi gruaja. Unë ju kujtoja si fëmijë, por nuk e dija ku kishit shkuar pas luftës. Tani e di, ju jeni në Australi. Liridona ndjeu një val shprese. Po, jemi në Australi, por ju njihni gjithashtu familjen Krasniqit, Agimin. Gruaja mori një kohë për t'ju përgjigjur dhe çdo sekond ndihej si një përjetësi për Liridonën. Më në fund përgjigja erdhi. Po, i njihja Krasniqit, familje e mirë, djalin e tyre më të vogël e njihja, por nuk e di se ku shkuan ata. Kam dëgjuar se shkuan në Amerikë, por nuk e di në cilin shtet. Liridona ndjeu një përzierje emocioni, gëzim për informacionin e ri, por edhe zhgënjim që nuk ishte një lidhje direkte. A njihni dikë që mund të di më shumë? Pyeti ajo me shpresë. Do të pyes, premtoi gruaja. Kam miq në Amerikë që janë gjithashtu nga fshati ynë. Ndoshta ata din diçka. Për vjavë të gjata pas kësaj, Liridona priste me padurim. Çdo ditë kontrollonte mesazhet e saj, shpresojnë për lajme, por nuk erdhi asgjë. Ndërkohë, Agimi kishte filluar të eksplorojë një platformë të re që po bëhej gjithnjë e më e popullore, LinkedIn.
A i mendoj se qënse Liridona kishte ndëruar të bëhej mësuese, ndoshta do ta kishte krijuar një profil profesional. A i kërkoi Liridona Hoxha, teacher, në LinkedIn. U shfaqën disa profile, por asnjë prej tyre nuk dukej se ishte ajo. Disa ishin shumë të reja, të tjerat jetonin në vende që nuk kishin lidhje me historinë e saj. Frustrimi i Agimit arriti kulmin. Pse është kaq e vështirë, bërtiti ai një ditë në apartamentin e tij. Pse në një botë ku gjithçka është e lidhur ne nuk mund të lidhemi? Por ai nuk u dorëzua. Ai vazhdoi të kërkojë, ditë pas dite, muaj pas muaji. Ishte një ditë e zakonshme vjeshte. Agimi kishte përfunduar punën e tij dhe kishte rikthyer në shtëpi. Ai hapi kompjuterin e tij dhe filloi rutinën e tij të përditshme, të kontrollonte grupet në Facebook, të kërkonte emra të rinj, të lexonte nëse kishte ndonjë mesazh të ri. Atë ditë, një nga grupet ku ai ishte antar, një grup i madh për shqiptarët që jetonin në Mërgjim, kishte një postim të ri, që tërhiqte vëmendjen. Ishte një artikull i ndarë nga një blog. Titulli i artikullit ishte Një histori e dashurisë që sfidoi kohën dhe distancën. Agimi klikoi në link. Kur faqa u hap, ai filloi të lexonte, dhe me çdo fjali që lexonte, zemra e tij rrahte më fort. Ishte historia e Liridonës, historia e tyre. Ajo kishte shkruar çdo detaj, se si ishin takuar, se si ishin fejuar, se si lufta i kishte ndarë, se si asnjëri prej tyre nuk ishte dashuruar askënd tjetër, se si po vazhdonte ta kërkonte me shpresën se një ditë do të ribashkoheshin. Duart e Agimit filluan të dridhen. A ishte e mundur? Pas gjithë këtyre viteve, a ishte duke lexuar fjalët e Liridonës? A i shkroi menjëherë një koment në artikull. Liridona, a je ti? Është Agimi, jam këtu, të lutem thuaj që je ti. Pastaj, a i shkroi një mesazh privat në faqen që kishte publikuar artikullin, duke kërkuar informacionin e kontaktit të autorit. Në Australi, ishte herët në mëngjes. Liridona sapo kishte zgjuar dhe po kontrollonte telefonin e saj. Ajo pa një njoftim, dikush kishte komentuar në blogun e saj. Kur e hapi dhe lexoi komentin, bota e saj ndaloi. Agimi, përshpëriti ajo, duke lexuar dhe rilexuar komentin. A është vërtet ai? Duart e saj dridhen kaq shumë sa mezi mund të shkruante. Ajo ju përgjigj komentit. Agim, ti je vërtet? Pas gjithë këtyre viteve? Për orë të tëra, ata shkëmbyen mesazhe përmes komenteve në blog. Ata shpjeguan detaje që vetëm ata i dinin, vendin e tyre të fshehtë pranë lumit, yllin që kishin zgjedhur si simbolin e tyre, premtimet që kishin bërë atë natë të fundit. Dhe me çdo mesazh u bë gjithnjë e më e qartë. Ky ishte vërtet Agimi, kjo ishte vërtet Liridona. Pas 25 vitesh, ata ishin gjetur. Liridona qante aq fort sa nëna e saj erdhi vrapuar në dhomën e saj, e shqetësuar. Çfarë ndodhi? Je mirë? Nëna, tha Liridona me slotësh gëzimi. E gjeta Agimin. Fatmire e përqafoi vajzën e saj, duke qarë gjithashtu. Zoti qofti lavdëruar, tha ajo. Pas gjithë këtyre viteve, së fundi. Agimi gjithashtu qante në apartamentin e tij në New York. A i thirri prindrit e tij, i cili kishin ardhur për darkë. Baba, nën, thirri ai, e gjeta Liridonën. Ramizi dhe Shqipe vrapuan në dhomë. Kur e pan gjalin e tyre duke qarë nga gëzimi, edhe ata u mbushën me emocione. Ku është ajo? Pyeti Ramizi. Në Australi, tha Agimi. Ajo ka qenë në Australi gjithë këtë kohë. Natën që pasoi, Agimi dhe Liridona folën në telefon për herë të parë pas 25 vitesh. Kur Agimi dëgjoi zërin e saj, ai ndjeu sikur koha kishte kthyer mbrapa. Ishte i njëjti zëri butë, i njëjti ton i ngrohtë që kishte dashuruar. Liridona, tha ai, duke nuk ditur se si të fillonte. Liridona, ju përgjigj ajo, zëri i saj duke u thyer nga emocionet. Është vërtet ti? Ata folën për orë të tëra. Ata ndanë gjithçka që kishte ndodhur në jetët e tyre gjatë atyre 25 vitesh. Ata flisnin për vështirësitë që kishin përjetuar, për momentet kur kishin menduar se nuk do ta gjenim kurrë njëri tjetrin, për netët kur kishin qarë duke shikuar yllin e tyre në qiell. Asnjë natë nuk kaloi pa menduar për ty, tha Liridona. Madje edhe kur njerëzit më thonin që isha e çmendur që të prisja, unë e dija në zemrën time se dashuria jon ishte e vërtet. Edhe unë, tha Agimi.
Kam refuzuar çdo mundësi tjetër, çdo person që ka shprehur interes, sepse si mund të dashuroja dikë tjetër, kur zemra ime i përkiste vetëm ty. Ata bën planet. Agimi do të shkonte në Australi, ai do të merrte pushim nga puna, do të blinte biletën e parë të disponueshme dhe do të fluturonte në anën tjetër të botës për ta parë Liridonën. Sa shpejt mund të vish? Pyeti Liridona me padurim. Kam kontrolluar fluturimet, tha Agimi. Mund të nisin pas 3 ditësh, por është një fluturim i gjatë, afërsisht 20 orë me ndalesa. Nuk më intereson sa kohë zgjat, tha Liridona. Kam pritur 25 vjet. Mund të pres ene 3 ditë. Por ato 3 ditë ishin ndër më të gjatat në jetën e të dyve. Agimi nuk mund të flinte. Ai numëronte orët, minutat, sekondat, derisa në momentin kur do të ulej në aeroplan. Ai bleu një kostum të ri, çau flokët, u sigurua të dukej sa më mirë. Liridona bëri të njëjtën gjë. Ajo shkoi në parukeri, bleu një fustan të bukur, u përgatit me kujdes. Por edhe ndërsa bënte të gjitha këto gjëra, ajo po dridhej nga emocionet. Çfarë nëse kur të takohemi gjërat të kenë ndryshuar, i tha ajo nënës së saj. Çfarë nëse pas gjithë këtyre viteve, ne nuk jemi më ata persona që ishim? Fatmire e preku fytyrën e vajzës së saj me butësi. Dashuria e vërtet nuk ndryshon me kohën, bija ime, ajo vetëm thellohet. Ti dhe Agimi keni provuar besnikërinë tuaj për 25 vjet. Nuk ka asnjë dyshim që kur të takoheni, do të ndjeni të njëjtin gjë. Dita e fluturimit arriti. Agimi u ngrit përpara Agimit, edhe pse fluturimi i tij ishte në mbasdite. Ai nuk mund të qëndronte në vend. Ai eci përpara e mbrapa në apartament, duke kontrolluar xhantën e tij për herën e 10, duke u siguruar që kishte gjithçka. Në aeroport, ndërsa priste për të hyrë në aeroplan, Agimi ndjeu një përzierje emocioni që nuk kishte përjetuar kurrë më parë. Ishte i nervozuar, i emocionuar, i friksuar dhe i lumtur njëkohësisht. Fluturimi ishte i gjatë dhe i lodhshëm. Agimi nuk mund të flinte. Ai mendonte vazhdimisht për atë që do të ndodhte kur të mbërrinte. Si do t'ishte ta shihte Liridonën pas 25 vitesh? A do ta njihte menjëherë? A do të rrathe zemra e tij në të njëjtën mënyrë? Në Melbourne, Liridona po kalonte ditën më të gjatë të jetës së saj. Fluturimi i Agimit do të mbërrinte në mbrëmje. Ajo shkoi në aeroport orë më herët, duke mos duruar të priste në shtëpi. Ajo qëndroi në sallën e pritjes, duke shikuar tabelën e arritjeve, duke numëruar minutat. Familja e saj kishte ardhur me të, prindrit e saj, motra dhe vllai i saj. Të gjithë donin të ishin atje për këtë moment historik. Më në fund, tabela tregoi se fluturimi kishte mbërritur. Zemra e Liridonës filloi të rrathe aq fort sa mendoi se të gjithë mund ta dëgjonin. Pasagerët filluan të dilnin nga porta. Liridona kërkonte me sy, duke u përpjekur të identifikonte Agimin në mesin e turmës. Ajo i kishte parë një fotografi të tij që ai kishte dërguar, por ende nuk ishte krejtësisht e sigurt se si do ta njihte. Dhe pastaj, aty ishte ai. Agimi doli nga porta, duke kërkuar edhe ai me sy. Kur sytë e tyre u takuan, koha u ndalua. Për një moment ata thjesht qëndrinten atje, duke e shikuar njëri tjetrin nga distanca. 25 vjet, miramilje, pafundësi lot dhe dhimbje. Gjithçka çoi në këtë moment. Pastaj, njëkohësisht, ata filluan të vraponin drejt njëri tjetrit. Kur u përqafuan, Liridona filloi të qante aq fort sa trupi i saj dridhej. Agimi e mbajti fort, duke e përqafuar sikur të mos e lëshonte kurrë më. E gjeta, përshpëritja ai në veshët e saj. Më në fund të gjeta. Më gjete, tha ajo mes lotësh. Pas gjithë këtyre viteve, më gjete. Ata qëndruar të përqafuar për atë që u duk si një përjetësi. Njerëzit rreth tyre po ndaleshin për të parë, të prekur nga intensiteti emocional i momentit. Disa po qanin gjithashtu, të prekur nga kjo skenë dashurie dhe ribashkimi. Më një fund, ata u ndan mjaft për të shikuar njëri tjetrin në sy. Fytyrat e tyre ishin mbushur me lot, por edhe me buzëqeshje që ndriçonin më shumë se dielli. Je më e bukur se sa të kujtoja, tha Agimi, duke ia fshir lotët me gishtin e tij. Dhe ti je saktësisht ashtu si të kujtoja, tha Liridona, duke prekur fytyrën e tij sikur të sigurohej se ishte real, sikur asnjë ditë të mos kishte kaluar. Familja e Liridonës u afrua me kujdes. Fatmire qante, Ismet kishte sytë të kuq dhe vëllai dhe motra e Liridonës po buzëqeshin me gëzim.
Mirë se erdhe Agim, tha Fatmire, duke e përqafuar. Pas gjithë këtyre viteve, më në fund, Agimi u përqafua me të gjithë antarët e familjes së Liridonës. Ismeti e shtrëngoi fort dorën. Ti ke qenë besnik për vajzën time gjatë gjithë këtyre viteve. Ky është një dashuri që ndodh një herë në jetë. Ata shkuan nga aeroporti në shtëpinë e familjes së Liridonës. Gjatë gjithë rrugës, Agimi dhe Liridona mbanin duart, duke mos e lëshuar njëri tjetrin as për një moment. Kam frikë se nëse të lëshoj do të zhdukesh përsëri, tha me buzëqeshje të vogël. Nuk do të zhduke, i siguroi Agimi. Asnjëherë më, të premtoj. Atë natë, pas darke me familjen, Agimi dhe Liridona dolën për një shëtitje në plazh. Ishte një natë e qartë dhe yjet shkëlqenin në qiell. E she? Tha Liridona, duke treguar qiellin. Ylli ynë, është këtu. Agimi e shikoi yllin që ata kishin zgjedhur 25 vjet më parë. E kam shikuar çdo natë kam shikuar këtë yll dhe kam menduar për ty. Edhe unë, tha Liridona, edhe në netët më të errta, kur mendoja se nuk do të gjeja kurrë më, shikoja atë yll dhe gjeta forcë për të vazhduar. Ata ulën në rër duke shikuar dallgët e detit që fshinin brigun. Agimi e ktheu Liridonën drejt tij dhe mori dorën e saj. Liridona, të bëra një premtim 25 vjet. Të thash se do të mbaja dorën në çdo hap të rrugës. E prisha të premtim për shumë vite, por jo nga zgjedhja ime. Tani dua ta rinovoj këtë premtim. Dua të jem me ty për pjesën e tjetër të jetës sonë. A më pret ende? Liridona qante përsëri, por këtë radhë ishin lot gëzimi të pastër. Të kam pritur 25 vjet, sigurisht që po. Agimi e përqafoi për herë të parë pas 25 vitesh. Ishte një puthje e mbushur me gjithë dashurinë, shpresën, gëzimin që kishin grumbulluar gjatë gjithë atyre viteve. Ditët që pasuan ishin si një ëndër për të dy. Agimi zgjati qëndrimin e tij në Australi, duke marrë më shumë leje nga puna. Ai donte të kalonte sa më shumë kohë të mundshme me Liridonën. Ata bisedonin për orë të gjata çdo ditë, duke shpërtuar të gjitha detajet e jetës së tyre gjatë atyre 25 viteve. Ata ndanin histori, fotografi, kujtime. Ishte sikur të përpiqeshin të mbushnin boshllëkun e gjithë atyre boshllëqeve sa më shpejt, të mundshme. Më trego për punën tënde, i tha Liridona një ditë, ndërsa po ecnin në një park. Agimi i rrëfeu për karrierën e tij si inxhinier ndërtimi. Kam ndërtuar ura në mbar Amerikën, tha ai. Ura që lidhin qytete, që i bëjnë jetën njerëzve më të lehtë. Por ironia është se gjatë gjithë kohës, unë vetë isha i shkëputur. Ndërtoja ura për të tjerët, por nuk mund të gjeja një mënyrë për t'u lidhur me ty. Liridona e preku fytyrën e tij me butësi. Por tani i gjete, tani jemi të lidhur. Ajo i tregoi gjithashtu për punën e saj si mësuese. Kam dashuruar profesionin tim, tha ajo. Fëmijët më japin kuptim çdo ditë, por kishte gjithmonë një boshllëk. Çdo herë që shikoja një familje të lumtur, një baba dhe një nën me fëmijët e tyre, mendoja për familjen që ne do të kishim pasur nëse nuk do të ishim ndarë. Agimi e puthi në ball. Ende nuk është shumë vonë. Jemi ende këtu. Jemi ende të rinj mjaft për të ndërtuar jetën që kishim ndëruar. Por kishte pyetje praktike që duhej të adresoheshin. Ku do të jetonin? Agimi jetonte në Amerikë, Liridona në Australi. Të dy kishin karriera të vendosura, familje, jetë të ndërtuara. Unë mund të vi në Amerikë, tha Liridona një ditë. Mund të gjej punë si mësuese atje, mund të filloj përsëri. Por Agimi tundi kokën. Jo, nuk dua që ti të bësh gjithë sakrificat. Unë mund të vi këtu, mund të gjej punë në Australi. Profesioni im është i transferueshëm. Ata diskutuan për javë të tëra. Prindrit e të dyve u përfshin në biseda. Ramizi dhe Shqipe folën me Fatmiren dhe Ismetin përmes videothirrjeve, duke u njohur për herë të parë pas 25 vitesh. Fëmijët tanë kanë përjetuar shumë, tha Ramizi gjatë një prej këtyre bisedave. Tani është koha që të jenë të lumtur. Ismeti ra dakord, nuk ka rëndësi ku jetojnë, e rëndësishma është se janë së bashku. Më në fund, Agimi dhe Liridona arritën në një vendim. Ata do të martohen së shpejti dhe do të jetonin në Australi për fillim. Agimi do të transferohej atje, do të gjente punë dhe do të fillonin jetën e tyre së bashku. Në të ardhmen, ata mund të vizitojnë shpesh Amerikën për të parë prindrit e Agimit. Nuk ka rëndësi ku jemi, tha Agimi. Shtëpia ime je ti. Liridona buzëqeshi përmes lotëve, dhe shtëpia ime je ti.
Martesa u planifikua për 3 muaj pas ribashkimit të tyre. Ata donin një ceremoni të bukur, por gjithashtu të thjesht, diçka që do të nderonte historinë e tyre dhe dashurinë që kishte mbijetuar kaq shumë. Lajmi i historisë së tyre kishte bërë virale dhe mijëra njerëz po ndiqnin udhëtimin e tyre. Mediat në Australi, Amerikë, madje edhe në Kosovë kishin filluar të raportonin për historinë e tyre. Një dashuri që sfidoi kohën, çifti shqiptar ribashkohet pas 25 vitesh, ishte titulli në shumë gazeta. Njerëz nga e gjithë bota i dërguan mesazhe mbështetëse, letra dhe bekime. Disa i thonin se historia e tyre i kishte dhënë shpresë në dashurinë e vërtetë. Të tjerët i thonin se ishin frymzuar të mos u dorëzojnë në situatat e tyre të vështira. "Shihni çfarë kemi bërë", i tha Liridona Agimit, një ditë ndërsa po lexonin disa prej këtyre mesazheve. Agimi buzëqeshi përmes lotëve. "Kjo është për shkak se historia jonë është reale. Në një botë plot me dashuri të përkohshme, ne kemi treguar se dashuria e vërtet ekziston." Ditë para dasmës, familja e Agimit, Ramizi, Shqipe dhe vëllezërit e tij fluturuan në Australi. Ishte takimi i parë mes dy familjeve pas 25 vitesh. Kur Ramizi dhe Shqipe morën dakord Fatmiren dhe Ismetin në aeroport, ata u përqafuan sikur të ishin miq të vjetër që ristashti ribashkuheshin. "Fëmijët tanë treguan çfarë është dashuria e vërtet. Tani është koha që të jenë të lumtur." Ismeti ra dakord. "Nuk ka rëndësi ku jetojnë. E rëndësishme është se janë së bashku." Ditën para dasmës, Agimi dhe Liridona vendosën të kthehen simbolikisht në vendin ku e gjithë historia kishte filluar. Megjithse nuk mund të shkojnë fizikisht në Kosovë, ata organizuan një video thirrje me disa banorë të vjetër të fshatit që ende jetonin atje. Ishte e prekshme të shiheshin fytyrat njohura, njerëz që i njihnin kur ishin të rinj, që ishin në fejesën e tyre 25 vjet më parë. "Kur nuk u harruam dashuria juaj", tha një grua e moshuar që ishte fëmijë e familjes së Liridonës. "Edhe në kohët më të errta, ne flisnim për ju dhe shpresonim se një ditë do të bashkoheshit." Agimi dhe Liridona qanin duke dëgjuar këto fjalë. "Faleminderit që na mbajtët në zemrat tuaja", tha Liridona. Dita e dasmës arriti. Ishte një ditë e bukur vjeshte në Melbourne, me diell të ndritshëm dhe qiell të kaltër. Ceremonia u mbajt në një kopsht të bukur pranë detit, një vend që Liridona e kishte zgjedhur sepse i kujtonte lumin pranë fshatit të tyre. Liridona kishte veshur një fustan të bardhë elegant, të thjesht për të bukur. Flokët e saj të gjata rrithnin në dallgim mbi shpatullat e saj. Kur Agimi e shohi duke ecur drejt tij, ai nuk mund të përmbante lotët. Ajo ishte ashtu siç e kishte imagjinuar gjatë gjithë atyre viteve, e bukur, e ndritshme, e dashur. Por tani, ajo nuk ishte vetëm një vizion në imagjinatën e tij. Ajo ishte reale dhe ajo po vinte drejt tij për të bërë bashkëshortja e tij. Ceremonia ishte e mbushur me emocione. Kur erdhi koha për të thënë premtimet, Agimi mori dorën e Liridonës dhe foli nga zemra. "Liridona, 25 vjet më parë, të bëra një premtim. Të premtova se do të të mbaja dorën me çdo hap të rrugës. Jeta na ndau, por zemra ime kur nuk të la. Çdo ditë, çdo orë, çdo moment ti ishe me mua. Edhe tani, përpara Zotit, përpara familjes son, përpara gjithë këtyre njerëzve që na duan, po ta rinovoja të premtim. Do të mbaj dorën në çdo hap të rrugës për pjesën tjetër të jetës son. Do të dua në çdo ditë, në çdo moment. Asgjë dhe askush nuk do të na ndajë më." Liridona qante përmes buzëqeshjes. Kur erdhi radra e saj, ajo foli me një zë të dridhur nga emocionet. "Agim, ti më mësove çfarë është dashuria e vërtet. Ti më mësove se disa gjëra në jetë vlejnë për t'u pritur, pavarësisht sa kohë duhet. 25 vjet kam mbajtur imazhin tënd në zemrën time. Kam mbajtur shpresën se një ditë do të bashkoheshim, dhe tani kjo ditë ka ardhur. Unë të premtoj dashurinë time të përjetshme, të premtoj besnikërinë time, të premtoj se do të ndërtojmë bashkë atë jetë që ndërruam kaq shumë vite më parë. Të dua, Agim, të kam dashuruar gjithmonë, edhe do të dua për gjithmonë." Kur ju tha se mund ta puthte nusen, Agimi e puthi Liridonin me një dashuri dhe pasion që kishte pritur 25 vjet për ta shprehur. Të gjithë të pranishmit dolën në këmbë dhe duar trokiten. Shumë po qanin, jo vetëm antarët e familjes, por edhe miqt, fëmijët, madje edhe disa njerëz që kishin ardhur thjesht sepse kishin dëgjuar për historinë e tyre dhe donin të ishin pjesë e kësaj dite të veçantë.
Festa e dasmës ishte një festim i gëzuar, kishte muzikë tradicionale shqiptare, valle dhe njerëz që flisnin dhe qeshnin. Por momenti më i veçantë i natës erdhi kur Agimi dhe Liridona vallëzuan vallëzimin e parë si bashkëshort. Ndërsa muzika luante butësisht, Agimi e mbajti Liridonën afër dhe i përshpëriti në vesh. Çdo moment i kësaj udhtimi ka vlejtur për këtë. Çdo lot, çdo ditë vështirësie, çdo natë vetmie, të gjitha kanë vlejtur për të qenë këtu tani me ty. Liridona e shikoi në sy. Ne kemi një histori që njerëzit do ta tregojnë për brezat e ardhshëm, një histori dashurie që sfidua çdo pengesë. Dhe tani, tha Agimi, fillojmë kapitullin ton të ri, një kapitull pa ndarje, pa distancë, pa dhimbje, vetëm dashuri. Ata vallëzuan në nyjet, të njëjtat yje që kishin shikuar nga kontinente të ndryshme për 25 vjet, por tani ata po i shikonin së bashku. Liridona, e lodhur por e lumtur, buzëqeshi duke i parë. Historia jon vazhdon me të, tha ajo, dhe ai do ta tregoj këtë histori një ditë për fëmijët e tij. 2 vjet më vonë, ata pritën vajzën e tyre, të cilën e quajtën Drita. Drita që kishte ardhur në jetën e tyre pas kaq shumë errësire. Jeta e tyre ishte tani e plot. Ata kishin njëri tjetrin, kishin fëmijët e tyre, kishin një shtëpi të mbushur me dashuri dhe qeshje. Por ata nuk harruan kurrë udhëtimin që kishin bërë. Çdo vit, në përvjetorin e ditës kur u ribashkuan në aeroportin e Melbourne-it, ata shkojnë atë vend dhe mbajnë duart, duke kujtuar atë moment magjik. 25 vjet pritje, thot gjithmonë Agimi në ato momente, por çdo moment ka vlejtur. Liridona e puth, sepse dashuria e vërtet nuk njeh kohë, ajo është e përjetshme. Historia e Agimit dhe Liridonës nuk mbeti vetëm një histori personale, ajo u bë një burim frymëzimi për mijëra njerëz në mbar botën. Liridona shkroi një libër që tregonte historinë e tyre të plot, nga takimi i parë deri te ribashkimi. Libri u bë bestseller në Australi dhe më pas u përkthye në shumë gjuhë, duke u shitur në vende të ndryshme. Kjo nuk është vetëm historia jon, shkroi ajo në hyrje të librit. Kjo është një histori për çdo person që ka dashuruar, ka humbur dhe ka shpresuar. Është një histori që tregon se dashuria e vërtet ekziston dhe se ajo mund të mbijetojë çdo vështirësi. Ata filluan të merrnin letra nga njerëz në të gjithë botën. Disa ishin persona që kishin përjetuar ndarje të ngjashme gjatë luftrave ose tragjedive të tjera. Të tjerët ishin thjesht njerëz që kishin humbur besimin në dashuri dhe që ishin frymëzuar nga historia e tyre. Një letër veçanërisht e prekshme erdhi nga një vajzë e re në Siri, e cila kishte u nda nga i fejuari i saj gjatë luftës civile atje. Historia juaj më dha shpresë, shkroi ajo. Kur mendoj se kurrë nuk do ta shoh përsëri personin që du, lexoj për ju dhe kuptoj se ka ende shans. Do të vazhdoj të pres, ashtu siç pritët ju. Agimi dhe Liridona ju përgjigjen çdo letre që morën. Ata donin që njerëzit të dinin se shpresa nuk duhet të humbet kurrë. Ata filluan gjithashtu të flasin publikisht në evente të ndryshme. Ata u ftuan në universitete, në konferenca për marrëdhënie, në organizata që punonin me refugjat dhe njerëz të zhvendosur. Historia jon nuk është vetëm historia romantike, shpjegoi Agimi në një nga këto ngjarje. Është për besnikërinë, për durimin, për refuzimin e dorëzimit. Këto janë cilësi që aplikohen në çdo aspekt të jetës, në marrëdhënie, në karrierë, në ëndrat personale. Liridona shtoi, ne jetonim në 2 skaje të botës për 25 vjet, por çdo ditë, kur shikoja yllin ton në qiell, e dija se Agimi po e shikonte të njëjtin yll. Kjo lidhje pa prekshme na mbajti të lidhur, dhe kjo është mesazhi ynë. Lidhjet e vërteta nuk ndërpriten nga distanca fizike. Ato ekzistojnë në zemër dhe në shpirt. Fëmijët e tyre, Dardhani dhe Drita, u ritën duke dëgjuar historinë e prindërve të tyre. Ata e dinin që ishin lindur nga një dashuri që kishte sfiduar çdo pengesë. Një ditë, kur Dardhani ishte rreth 8 vjeç, ai pyeti: "Baba, çfarë do të kishte ndodhur nëse nuk do ta kishe gjetur kurrë nënën?" Agimi e shikoi djalin e tij dhe mendoi për një moment. Sinqerisht, bir, nuk e di. Por ajo që di është se asnjëherë nuk do të kisha pushuar së kërkuari, sepse kur di se ke gjetur dashurinë e vërtet, nuk mund ta lësh. Drita, që ishte ende e vogël,
tha me thjeshtësi: "Unë jam e lumtur që e gjete, sepse nëse nuk do ta kishe gjetur, unë nuk do t'i isha këtu." Të gjithë qeshën, por ishte një të vërtetë e thellë në ato fjalë. Fëmijët e tyre ishin manifestimi i dashurisë që kishte mbijetuar për aq kohë. Pas 10 vjetësh jetese së bashku në Australi, Agimi dhe Liridona vendosën të bënin një udhëtim special. Ata do të kthehen në Kosovë për herë të parë që të dy së bashku që nga largimi i tyre. Dardhani dhe Drita, që tani ishin 8 dhe 6 vjeç, ishin të emocionuar. "Do të shohim vendin ku u ritën nëna dhe babai?" pyeti Dardhani. "Po," tha Liridona, "do t'ju tregojmë vendin kur u takuam për herë të parë, vendin kur u fejuam, vendin kur bëm premtimet që na sollën deri këtu." Udhëtimi në Kosovë ishte emocional që nga momenti i parë. Kur aeroplani u lu në Prishtinë, Agimi dhe Liridona mbojtën duart dhe shikuan nga dritarja. Kjo ishte toka ku kishin lindur, ku kishin rritur, ku kishin dashuruar për herë të parë. Kur dolën nga aeroporti, ata morën frym thellë. Era, tingujt, gjithçka u dukej njëkohësisht e njohur dhe e re. Ata zunë një makinë me qera dhe udhëtuan drejt fshatit të tyre. Rruga ishte e rindërtuar, shumë më e mirë se sa e mbanin mend. Kishte ndryshime kudo, ndërtesa të reja, rrugë moderne, infrastrukturë që nuk ekzistonte kur kishin jetuar atje. Por kur arritën në fshat, shpirtrat e tyre u mbushën me emocione. Pavarësisht ndryshimeve, ky vend kishte ende shpirtin që kujtojnë. Ata shkuan së pari te lumi, vendi ku ishin kaluar mbrëmjen e tyre të fundit përpara ndarjes. Lumi ishte ende atje, duke rrjedhur butësisht përmes fushës. "Ktu ishim," tha Agimi, duke treguar një gorë të madh pranë ujit. "Ktu ulëm dhe shikuam yjet." Dardhani dhe Drita vrapuan drejt lumit, të eksituar. "Ky është vendi i historisë," thirrri Drita. Agimi dhe Liridona u ulën në të njëjtin gur ku kishin ulur 35 vjet më parë. Ata mbajtën duart dhe për një moment ishte sikur koha kishte kthyer mbrapa. "E sheh?" tha Liridona, duke treguar qiellin edhe pse ishte ditë. "Ylli ynë është diku lart atje, gjithmonë ka qenë dhe gjithmonë do t'i jetë." Ata vizituan gjithashtu shtëpitë e tyre të vjetra. Shtëpia ku kishte jetuar Agimi ishte rindërtuar nga familja e tij. Prindërit e tij kishin vendosur ta riparonin disa vite më parë. Shtëpia ku kishte jetuar Liridona ishte ende atje, por e zënë nga familje të tjera. Banorit e fshatit që i kujtojnë dolën për t'i takuar. Të gjithë kishin dëgjuar për historinë e tyre, për ribashkimin e tyre të mahnitshëm pas 25 vitesh. "Ju jeni frymëzimi ynë," tha një plak që kishte qenë fqinji i familjes së Agimit. "Në kohët më të herta, kur gjithçka dukej e humbur, ju na kujtuat se dashuria dhe shpresa nuk vdesin kurrë." Atë mbrëmje, fshati organizoi një festë në nderim të tyre. Ishte si një ribashkim i gjithë komunitetit, njerëz që kishin ikur dhe ishin kthyer, të rinj që kishin dëgjuar historitë të moshuarve, të gjithë bashkoheshin për të festuar dashurinë dhe jetën. Gjatë festës, Agimi mori mikrofonin dhe foli me të gjithë të pranishmit. "Ne u larguam nga ky vend me zemra të thyera," tha ai. "Ne mendonim se kurrë nuk do të ktheheshim, se jeta që kemi njohur këtu ishte përfunduar përgjithmonë. Por sot, kthehemi me zemra të plota. Kthehemi jo vetëm si Agimi dhe Liridona që u larguan, por si një familje e plot, me fëmijë që janë fryti i dashurisë që filloi në këtë tokë." Liridona vazhdoi: "Ky vend do të jetë gjithmonë në zemrat tona. Është vendi ku filloi gjithçka. Dhe tani, fëmijët tanë e njohin këtë vend, këto njerëz, këtë histori. Ata janë ura mes të kaluarës dhe së ardhmes, mes dhimbjes dhe shërimit." Fjalët e tyre u përshëndetën me duartrokitje dhe lot gëzimi. Vitet vazhduan të kalonin. Agimi dhe Liridona u plakën së bashku, ashtu siç kishin ndëruar kur ishin të rinj. Flokët e tyre u bën gri, fytyrat e tyre u mbushën me rrudha, por dashuria e tyre mbeti e fortë si kurrë. Dardhani dhe Drita u rritën dhe u bën të rritur. Dardhani studioi inxhinieri si babai i tij, ndërsa Drita u bë mësuese si nëna e saj. Ata jetonin të dy në Australi, por vizitonin shpesh Kosovën duke mbajtur lidhjen me rrënjët e tyre. Kur Agimi dhe Liridona mbushën 60 vjet, ata organizuan një festë të madhe.
Ishin të rrethuar nga familja e tyre e zgjeruar, fëmijët e tyre, nipërit dhe mbeset, miqt që kishin bërë për gjatë viteve. Gjatë festës, dikush pyeti Agimin, cili ka qenë sekreti i martesës suaj të gjatë dhe të lumtur? Agimi buzëqesh dhe pa Liridonën. Sekreti është i thjeshtë, tha ai. Ne e dim se çfarë do të thotë të humbasësh dikë që do. Kemi jetuar 25 vjet pa njëri tjetrin. Kemi ndjerë dhimbjen e ndarjes, vetminë e pritjes, dëshpërimin e kërkimit. Prandaj, çdo ditë që kemi pasur së bashku që atëherë, e trajtojmë si një dhuratë. Nuk e marrim kurrë dashurinë tonë si të mirëqen, e vlerësojmë çdo moment. Liridona shtoi. Dhe kemi mësuar se dashuria e vërtet nuk është vetëm një ndjenjë, është një zgjedhje që bën çdo ditë. Është vendimi për të qenë besnik, për të qenë i durueshëm, për të mos u dorëzuar. Dashuria që ndjekim në fillim është e lehtë, por dashuria që përzgjedhim për ditë, pavarësisht vështirësive, ajo është dashuria e vërtet. Në fund të festës, kur të gjithë ishin të larguar dhe ata ishin vetëm, Agimi dhe Liridona dolën në obor. Ishte një natë e qartë dhe yjet shkëlqenin dritshëm. E sheh? Tha Liridona, duke treguar yllin e tyre, të njëjtin yll që kishin zgjedhur si simbol 35 vjet më parë. E shoh, tha Agimi, duke e përqafuar nga mbas. 35 vjet më parë, ne qëndruan pra një lumi dhe shikum atë yll, duke premtuar se do të prisnim njëri tjetrin. Ne nuk e dinim se sa e gjatë do të ishte pritja, por e mbajtëm premtimin. Dhe do të vazhdojmë ta mbajmë, në këtë vjet dhe përtej saj. Ata qëndruan atje për një kohë të gjatë, duke shikuar yjet, duke mbajtur duart, duke reflektuar mbi udhëtimin e jashtëzakonshëm që kishin bërë. Historia e tyre ishte një dëshmi për fuqinë e dashurisë, të besnikërisë dhe të shpresës. Ishte një histori që frymëzoi mijëra njerëz dhe që do të vazhdojë të frymëzojë gjeneratat e ardhshme. Sepse dashuria si e Agimit dhe Liridonës nuk vdes kurrë. Ajo jeton në zemrat që preken, në jetët që ndryshuan, në shpresën që ndezën. Dhe kur dikush pyet nëse dashuria e vërtet ekziston, përgjigjja është po. Ekziston në historinë e Agimit dhe Liridonës, dy njerëz që u larguan nga lufta, që jetonin në kontinente të ndryshme, që kërkuan për 25 vjet dhe më në fund u ribashkuan. Sepse dashuria e vërtet nuk njeh kohë, nuk njeh distancë, nuk njeh pengesa. Dashuria e vërtet thjesht është, e përjetshme, e pathyeshme, e pavdekshme. Mos harroni të lini komentin tuaj në seksionin e komenteve. A ju preku kjo histori? Çfarë mendoni për fuqinë e dashurisë së vërtet? Ndani mendimet tuaja, sepse çdo histori dashurie meriton të dëgjohet dhe festohet.